Pas zyrtarizimit të Edi Martinit tek Vllaznia, një tjetër emër ka marrë një post të rëndësishëm. Vjorensin Sinani, i cili deri më sot mbante detyrën e zëvendës trajnerit, tashmë me largimin e Tofik Osmanit do të jetë në postin e ri të drejtorit sportiv. Lajmi është bërë përmes një komunikate për shtyp ku konfirmohet se legjenda e klubit do të marrë këtë detyrë. Me një karrierë të shkëlqyer si futbollist, Sinani konsiderohet si një nga emrat e mëdhenj në historinë e vllaznisë dhe të futbollit shqiptar. Tashmë i merr një rol të rëndësishëm drejtues ku pritet të kontribuojë me përvojën dhe vizionin e tij për zhvillimin e mëtejshëm të ekipit. Suksese në detyrën e re legjenda thuhet në përfundim të komunikatës së klubit shkodran. Emërimi i Sinanit shënon një hap të rëndësishëm në strategjinë e re të vllaznisë për të ndërtuar një strukturë më të fortë dhe konkurruese për sezonin e ri futbollistik 2025-2026. Ndërkohë te klubi, pas ndeshjes së finales së Final Four me Egnatian, futbollistët dhe një pjesë e stafit teknik janë shpërndar duke nisur pushimet pas një sezoni të ngjeshur. Klubi ka parashikuar që të gjithë të rikthehen pas afro 10 ditësh, duke u dhënë fund pushimeve për të rinisur përgatitjet, tashmë për një sfidë të re që ka përpara Vllaznia, pjesëmarrje në Conference League. Një pjesë e lojtarëve do duhet të ulen për të rinovuar kontratën, e të tjerë pritet të zyrtarizohen si largime, ndërsa paralelisht syt janë hedhur edhe tek merkato për afrimet e reja që do të ketë në sezonin e ri futbollistik klubi shkodran.